tash po du me të pyet për fenomenin e vrasjeve në Kosovë. U dhunua një vajzë 5 vjeçare nga një helikopter. U vra një nën rreth 60-tave dhe u vra një nën tjetër e cila kishte fëmijën në bark. Ishte pranë lindjes. Si mund ta komentoni këtë? E vështirë për të komentu. E vështirë për të komentu sepse këtu nuk kam as fjalë dhe komente për të bë. Por ditë them një gjë që vrasja është gjëja më shëmtuar, gjëja më e lemërisshme. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thonë, ta vrasësh një njeri është sikur të vrasësh gjithë njerëzimin. Krimi nuk ka tolerim. Pra, kriminaliteti është i pa tolerueshëm. Ne si hoxhallar, si mësues, si pedagog, dikon 30 vite tashmë i bëra vetëm shkollim në për banka e deri në bankat e shkollës, në universitete, në akademi, trajnime, certifikime, e kështu me radhë. Kemi pas rastin pra me marrë pjesë në për simpoziume dhe seminare të ndryshme në lidhje me fushën e kriminalistikës dhe kriminologjisë. Kemi pas edhe një land. Po ashtu, kur ne ndalemi me analizu këtë pjesë, është shumë e rëndë. Zoti thot në Kur'an, mos i vrisni vetët e juja, mos bëni vrasje. Si vetë vrasja, si vrasja, janë rrethësisht të ndaluara në Kur'an. La taqtulu anfusakum bi aydikum, mos e vrisni veten e juaj me duart e juaja. Mos i vrisni vetët e juaja, thot Zoti në Kur'an. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mos shkatronin tokë derisa unë kam vënë rënd dhe qetësi mes jush. Ju e dini se vrasja e parë që ndodhi në historinë e njerëzimit ishte Kabili që vrau Habilin. Dhe nëse shikoni momentet e fundit të jetës së tij, aq ishte besimtar i madh Habili, saqë kur mori me vra vllaun e vet Kabili, që Zoti s'ja kesh pranu kurbanin për shkak se ka bë me hile, ka bë kurban gjymtum, ky ka marrë kurbanin më të mirë e ka dhënë për Zotin. Këti erdhi i nati, pe i natit e vrau vllaun e vet, ka marrë krim. Dhe shumë punë sot si bohen për i natin nuk kanë bereqet. Nëse ti për shembull e çel një radiostacion ose një televizion veç për i nat, një televizion tjetër, si gazetar po supozoj, nuk ki me pas bereqet. Ti do të me çel me mendimin e mirë që përmes atij televizioni ose asaj radioje, ti ndihmosh njerëzve përmes teknologjisë të informacionit. Jo për inat me bata. Se nëse bëhet me inat shkon, edhe përfundon. Dhe tha o vllavim, tha nuk ngrej dorë ndaj teje. Habilin në momentet e fundit të jetës vet. Por pas i vdiq, filloi të vajtoj Kabili, tha çka i bëna veti, byta vllaun tim. Ishte krim i madh, që vazhdimisht i deftoi. Nuk ka gjë më të rëndë, gjë më të shëmtuar se sa kriminaliteti. Ju ofroj këshilla, do me thonë vazhdueshme, do me thonë gjithë atyre që duan, do me thonë me pas një support për anës time, ju ofroj këshilla të vazhdueshme psikologjike, islame dhe kuranore, edhe kam deri në qilë tek unë 24 orë, falas këshilla psikologjike kuranore, që të vinë edhe të mendojnë kuranikisht, siç mendoj Omeri. Nëse ne mendojmë kuranikisht, psikologjia jonë do të jetë psikologji pozitiviste. Kurani komplet flet bëni mirë. Zoti thot në Kur'an, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Ata që bëjnë vepra të mira
janë krijesat më të dashura të Zotit. Zoti na mëson me fol mirë, me mendu mirë, me vepru mirë. 3 këto komponente mjaft të rëndësishme në jetën dhe jetëgjatësinë e njerëzimit. Mos me mendu pra mendime grabiqare ose gllabruse, por mendime pozitiviste, mendime që i shtyjnë proceset e mirësisë përpara. Prandaj, të gjithë duhet të bëhemi bashkë, edhe ju si gazetar, po edhe ju si media, po edhe ne si mësues dhe si hoxhallar, të gjithë duhet të bëhemi bashkë, ta bankrotojmë, ta falimentojmë të keqen. Dhe ta mbjellim të mirën, së bashku të gjithë. Me media, me të gjithë çka jemi, të bëhemi së bashku, ta mbjellim diturinë, arsimin, shkencën, qytetrimin, t'i ofrojmë të rit dhe të rejat më shumë të libri, të biblioteka, të dituria, të shkenca, sepse një njeri që është i kulturuar dhe i qytetruar, ai mendon. Ai nuk. Sepse baza e kriminalitetit mësohet edhe në jurisprudencë, baza e krimit është papunësia, padituria, pa edukimi, jo edukimi me kohë. Domethënë, ajo themeli është i dobët e pastaj vjen një ditë që gjithçka shpërthen dhe përfundon në kriminalitet dhe në gjëra me të vërtetë që nuk mund t'i perceptoj truri njeriu, logjika shëndosh, prandaj Zoti thotë në Kur'an e fela ta'qilun, a nuk po mendoni? E fela tubsirun, a nuk po shikoni? E inë të dhebun, ka shkoni njerëz kështu. Lexo, studio, unë kam shkruajtur një libër, Umeti i leximit, Bashësia e leximit, për më dhënë rëndësi librit. Kemë ofru libra falas njerëzve, kemi dhënë libra, vazhdimisht ju jap. Pse vetëm më afru njerëz të dia të librit. Është e rëndë, është e rëndë. Andaj na ka tronditur vrasja e nënës me fëmijën e vet. Kjo është njëra ndër është shumë e rëndë, tragjedi. Kosova ka pasur. Është tragjedi e madhe, por kjo tragjedi duhet me na shti me madh mësim që mi kushtu ma shumë rëndësi edukimit të rinjve,